Ushtruesja e detyrës e presidencës së Kosovës Abdulena Haxhiu ka bërë të ditur se javën e ardhshme do të publikohet data dhe ora e mbajtjes së seancës së parë konstituive të legjislaturës së re të Kuvendit të Kosovës. Haxhiu tha se afati kushtetues për mbajtjen e kësaj seance është deri më 7 gusht, ndërsa ajo pritet të zhvillohet në fillim të muajit. Afati kushtetues është deri në 7 gusht e në fillim të gushtit do të ketë seancë konstituive. Javën e ardhshme u premtoi që do të bëheni me dije për ditën e saktë dhe orën e saktë. Dhe kjo është e rëndësishme edhe për deputetët që në seancën konstituive të jenë të gjithë, 120 deputet, ashtu siç edhe thekson aktgjykimi i gjykatës kushtetuese u shpreh Haxhiu. Ajo tha se nuk e ka përcaktuar ende datën me qëllim që t'i lërë hapësirë kryeministrit në detyrë Albin Kurti për të vijuar negociatat me partitë politike për krijimin e institucioneve të reja dhe shmangjen e zgjedhjeve të reja.